Vëllezër të nderuar, sonte kemi ardhur tek Khalifja i tretë i muslimanëve, tek Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu. Me të vërtet nuk është e tepërt që çdo herë para çdo dersi të i ripërsëritit njëjtat fjalë. Është shumë vështirë për një kohë kaq të vogël me përshkru dhe me fol për jetën e këtyne burrave, të cilët s'ka dyshim se me seriozitetin e tyre, me angazhimin e tyre e ndryshun botën. E ndryshun botën prej të keqes në të mirën. Pas varosjes së Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe mendoj se kush për juve ka qenë javën që kaloi, folëm se si e theri ai Majusia Abu Lu'lu al-Majusi, si e theri Omerin dhe ashtu 3 ditë qëndroi i plagosur Omeri, në ditën e 4 vdiq, dhe pas varosjes së Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, Omeri para se të vdiste e kishte lënë çështjen e zgjedhjes së halifës në 6 persona dhe kishte kërkuar që njëri prej këtyre 6 personave të zgjedhet me anë të shuras, me anë të konsultimeve. Ata 6 persona Omeri i përmendi. E ata 6 persona janë Uthmani, Aliu, Zubair ibn al-Awama, Talha ibn Ubaidullah, Sa'd ibn Abi Waqqas edhe Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhum ajma'in. Omeri radhiyallahu anhu para se me vdek tha njënin prej këtyre 6-ve, cilin do ta zgjidhni, nuk keni gabum, nga se unë jam i kënaqur me secilin prej këtyre 6 personave. Mirë po, Omeri radhiyallahu anhu nuk deshti me caktu cili do tjetë ky, për arsye se tha unë nuk dëshiroj ta marr përgjegjësinë e juve duke qenë gjallë dhe duke qenë vdekur. Më mjafton që kur dal para Allahut të kem përgjegjësinë e juve sa kam qenë gjallë. Nuk dëshiroj që përgjegjësinë e juve ta bartë edhe pas vdekjes. Domethënë Omeri radhiyallahu anhu thotë se mjafton boll përgjegjësia që kam qenë halife juaj sa kam qenë gjallë. Tani nuk dëshiroj të zgjedhë njërin prej juve që me i bajt përgjegjësinë edhe pas vdekjes time. Domethënë këtu shihet devotshmëria dhe friga e madhe që ka pas Omeri radhiyallahu ta'ala anhu prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Njëkohësisht Omeri e zgjodhi edhe kush do t'ju falë muslimanëve namazin, përderisa nuk zgjedhet halifja, e zgjodhi Suhejb ibn Sinan ar-Rumi. Suhejb ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu e zgjodhi që ai të jetë imam i muslimanëve derisa muslimanët të arrijnë dhe ta zgjedhin halifen nëpërmjet konsultimeve apo nëpërmjet shurës. Është shumë më rëndësi, shiqani vllazën, edhe në momentet më të rëndësishme, edhe gjatë krizave më të mëdha të muslimanëve, çdo herë muslimanët nuk e kanë lënë anash çështjen e faljes namazit dhe çështjen e përcaktimit imamit. Për ata Omeri në agonit vdekjes i plagosur me krejt ato të lashëm me ato dhimbje, nuk e kalon anash dhe nuk ka haru kanë me zgjedh imam i cili do t'ju afal muslimanëve namazin derisa nuk zgjidhet halifja. E ai ishte Suhejb ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Çka ndodhi? Masi e varosën Omerin radhiyallahu anhu, vendosën sahabët, këta 6 për sahabët e zgjedhur prej Omerit, dhe disa sahabët tjerë vendosën të bëhen sa më shpejt dhe të konsultohen mes veti se kush do të jetë ai njeri i cili do të trashëgoj pushtetin e shtetit islam pas Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Mirë po, Omeri jo rastisht i zgjodhi këta burra të mëdhenj. Këta të 6 bojnë pjesë në këtë grupin edhe të sahabëve të cilët pejgamberi i përgëzoi me xhenet duke qenë së gjallë. Andaj Omeri nuk e zgjodhi asnjënin rastisht. Shiqoni devotshmëria aty në e madhe. Kuptimi i islamit në mënyrë të drejtë, si e lehtësojnë zgjedhjen e halifës. Më njëherë, 3 sahabët prej këtyre 6-ve
tërheken. I pari i cili tërheket është Zubejr ibn al-Awame. Thot, unë po tërhekna edhe drejtën teme, po ja japi Alis. Menjer mas Zubejr ibn al-Awame radiallahu ta'ala anhu, tërheket Saadi ibn Abi Waqqas. Thot, gjithashtu dhe në po tërhekna, e drejtën teme po ja lo Abdurrahman ibn Aufit. Ta shëmbet edhe Talha. Gjithashtu edhe Talha tërheket dhe thot, drejtën time po ja lo Osmanit. Tre mbeten, tre u tërheken vullnetarisht. Mbeten Osmani, Alia edhe Abdurrahman ibn Aufi. Gjysa e punës u kry. Shiqoni kur musliman me të vërtet e kuptojnë fejnë e Allahut, ashtu si kur se duhet. Shiqoni kur musliman tjetojnë për Allahun dhe kanë gjdo herë parasysh interesat e përgjithshme të Islamit, edhe nësa i dëmtohet. Nuk ka qenë pozitë e lehtë për Zubejrin. Zubejr ibn al-Awame, një prej sahabëve të mëdhej, gjali halës pejgamberit, nona tina Safia, motra e babës pejgamberit. Zubejr ibn al-Awame, një prej burrave të mëdhej. Gjithashtu Saad ibn Abi Waqqas, që do të na vjen në radhë. Gjithashtu Talha, i është ardhur mundësia më u bë khalife. Mirë po, për hir të Allahut, që të zgjidhet sa më shpejt ky problem, që të mbretëron sa më shpejt qetësia dhe të futet në kontroll shteti islam, këta edhe nëse kërkohet me i shkel farimet e veta, edhe nëse kërkohet me shkel mbi personalitetin e vetë, këta shkelin vetëm mos me pas trubullina dhe trazina në shtetin dhe në shoqërinë islame. Atëherë gjysma e problemit u zgjidh. Për arsye se tre sahabe të tërheken, mbeten tre sahabe. Shikoni tani burrnin e madhe të Abdurrahman ibn Aufit. Abdurrahman ibn Aufi më një herë, këta tre mbeten. Osmani, Ali, Abdurrahman ibn Aufi. Abdurrahman ibn Aufi tha, e mbajshit për hajër ju dytë. Njoni për ju dyve kini më zgjedh. Unë më një herë po tërheken. Shflet musliman që zgjedhin problemet. Tha mirë po, unë do ta marr përgjegjësinë më konsultu me pjesën më të madhe të muslimanëve. Me çdo njeri, pa marrë parasysh kush është ai. Dhe në fund do të vi, domethënë kjo një lloj ankete, do të vi me rezultat dhe në përfundim se cili prej juve dyve, a Uthmani, a Alia, ka merita dhe meritohet prej të tjerëve më shumë. 3 ditë e 3 natë Abdurrahman ibn Aufi me ekipin e tina, as gjumë natën s'kam bo, pushim e kam pas vetëm kohën e namazit, duke e konsultu gjdo muslimon në Medine. A thu val, qka ta mërmendja, cili është më meritor me marë vazhdimi në shtetit islam, Othmani apo Omeri, Alia radiallahu ta'ala anhu. Mas 3 dite, 3 natë, ditën e 4, namazin e drekës, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thiret ezani dhe të bëhen të gjithë musliman. Del në mihrab Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu dhe fillon me falendëru Allahun. Fillon edhe bën dua gjatë në mihrab pejgamberit. E lut Allahun që Allahu me ia forcu zemrën edhe mendjen, edhe mas kësaj periudhe kur bën një kohë të gjatë dua, i kthehet masës. Thot, 3 ditë e 3 natë jemi konsultu dhe kemi pyet tek musliman, kemi anë përfundim, sipas përgjigjes së muslimanëve, se Osmani është më meritor tjetë khalife se sa Aliu radiallahu ta'ala anhu. Shumica e njerëzve janë përgjigj se në këtë rast për momentin më meritor është Osmani e pastaj Alia radiallahu ta'ala anhu. Andaj e thirr Osmanin radiallahu anhu, edhe i pari i cili ja bën për hajër dhe ajo besën si halifet muslimanëve është Abdurrahman ibn Aufi. Pastaj Alia radiallahu anhu, pastaj sahabët e mëdhenj dhe t'i vërsulën të gjithë njerëzit me apo për hajër khilafetin